Ore pasha, hajde. A përshëndetje, jo se lehu për neve, na përshëndetje. Është bukur shumë. Po vlla, këta i rruga po ndej. Jo, na këto të bukura se do t'i vë emër unë Po shumë. miro, kur të filloj rruga zbriti, hajde me furgon pastaj. Ata që janë në stresë më kuptojnë mos, është nevoja të më besojnë. Sepse vërtet shumë bukur duket. Mos shiko se shikoj unë për ty. Di, njëti avaz gjithmonë, mos shiko ti, shikoj unë. Shikoj unë për ty. Po që të bëjmë, e këta që qarkullojnë rrugës, si shikon ti? Do ta bësh ti hapjen e videos, apo ta bëj unë? Se shikuesi do bën me rak për stresin. Përshëndetje të dashur miq. Sot ditë e diel. Ure datat sa janë se kam harruar fare. Të them të drejtë nuk e di. 29 sot? Po, më duket se po. Po, sot ditë e diel. Sot në mbrëmje në darkë, me thënë në mëngjes është ndëruar dhe ora 29 mars 2026. Ndodhemi këtu në qytetin e Beratit. Tani filluam hapjen e videos këtu. Pim një kafe këtu te Trodo Cafe. Ishte mirë sepse parkua motorin këtu dhe e kishim përballë. Dale do të qik të... Tani, për ku jemi njësur sot stresi? Nuk të dëgjoj unë që a thua. Dale të ndes bluetoothin. Se ti po flet, po... Unë po flas, ti s'dëgjon. Po. Po. Problemi një që kemi gjithmonë. Përshëndetje të dashur miq, mos menduat se do vazhdon të udhëtimet vetëm. Më dëgjon modi? Tani po. Shqyr. Erdi zëri stresit. Jo, po sa po thosha që shikon se mos mendojnë shikuesit që do jesh në udhëtim me vetëm. Po. S'ka stresin në mbrapa. Erdi stresi prapë të dashur miq. Stresi, ku jemi nisur sot? Të them të drejtë nuk e di fare, se... Po ta thash njerë, po nuk e mbaj e mend. Më thej njerë në Çorovod më duket, po... Bravo, stresi po mëson, po i bën detyrat e shtëpisë. Dëgjoj, gjatë rrugës të del në një kështu vendodhje tjetër ty, prandaj ne gjithmonë nisemi si pa plan, edhe... Tani, unë sot kisha menduar, pavarësisht se unë nisem dhe pak vonë prap, gjithmonë ky gjumi mëngjesit, nuk e di po e kemi vetëm ne, apo e kanë të gjithë? Jo, është për të gjithë, s'ka shanse tjetë vetëm për ne, kështu. Është për të gjithë. Atëre, po e lëm Beratin tani, po vazhdojmë udhëtimin. E vëmë edhe në Maps. Jep stresi. Okej, thashë mos do. Mbaj pak të lutem. Një sekundë se... Po, vazhdoj stresi. Si urdhron. Një sekundë të vi pak të. Okej. Ja, më në fund stresi ja doli hipi në motor. Do kthehemi këtu tani. Kujdesu se ku shikon asgjë. Jemi qik. Jo, je keq, je shumë keq. Po jo, me se që jam keq, qa keq jam urdhro. Dakor. Je pak mirë të. Nuk. Atëre të dashur miq, sot vendosëm të bëjmë Berat Çorovod.
Çorovod përmet, por ne nuk do vemi në përmet. Do dalim direkt në Kërcyr sepse ashtu është dhe rruga jonë. Të dashur miq, stresi nuk e kishte, nuk na I dha kënaqësinë sot që mos të vinte. Erdhi përsëri, ja filloi po më godet tani jam mbrapa. Po çfarë mendove ti se kisha një të diel punën edhe mendove se do të kisha të gjitha të dielat punë, po ja. Çorovod dhe Bilç. Bilç nuk e dim çfarë është, ura është e madhe. Ne do vazhdojmë për Çorovod. Atëre rruga na thot 1 orë e 10 minuta. Stresi s'po të vjen zëri tani, çfarë ke për të thënë? Unë? Po. Energji kam plot. Në dy videot e fundit sikur si pyetëm ç'ne stresi nuk ka ardhur. Po kisha pak punë prandaj. Po. Unë pas se hoqa qafe, stresi u shfaq prap. Çorovod Poliçan, Tiranë Berat. Atëre fajn e kam unë që të tregova atë videon ty. Tu fillojmë tani rrugën për në Çorovod. Nuk është se kemi qenë ndonjëherë, nuk e kemi bërë ndonjëherë këtë segment. Në hartë që e pash na nxjerr për në përmet. Edhe komentuesit ata që na kanë shkruar na e kanë sugjeruar, thonë që është rrugë e bukur. Por që s'bet fjalë, ishte një nga rrugët që e kishim në plan. Mos është kështu, në rrugë si... Si, ja kështu është rruga, ç'a do? Jo, mos është në këto. Na kush po? Këto rrugët e bukura që zgjedh thirr. Rrugë e pashtruar, e pa asfaltuar thua ti. Na këto të bukura se do t'i vë emër unë kështu. Mirë, kur të filloj rruga zbriti, hajde me furgon pastaj. Po ku ka mua furgon të me këtë veshje që jam unë? Si alien, ë? Po ç'a thua ti? Me furgon thot. Nuk besoj se ka në një linjë furgoni këtej. Për mua atë kamerën, atë shkopin mos e nxjerr andej, nxjerr këtej se mos vinë një kamion edhe. Po ja e ndryshova krahun. Të zgjat dorën o njëri ta mori. Po ja. Shko se ke ik, më lëviz dora tani nga... Po mos e hap shumë të gjatë atë shkopin se ekspresioni erës. Po pikërisht, pra. Si do qoftë të pasur kujdes, ja. Prandaj do ecur dhe shumë shpejt. Bëhet të keq në një. Si mendon stresita? Edhe në YouTube pjesë me thënë kuptimin të bëjmë montazh prerje gjëra apo ta hadhim siç është? Jo, ide të gjithë. Të gjithë rrugën thua ti? Po. Me thëtë do konkuroj me Google Mapsin, ë? Po pse jo? Po mirë, më pse jo? Kështu që unë mendoj që ta hadhësh të gjithë. Po nuk besoj të jetë 1 orë e gjysmë sa. Po, 50 kilometra, 1 orë e gjysmë. Shumë janë. Mund t'jetë me kthesa shumë, prandaj. Vodic. Nuk e di pse, po... Berati ka ca fshatra, për shembull Kalda Pardha kemi dhe në Vlorë. Vodic kemi dhe në Vlorë. Nuk i di pse janë duplikat emrat e fshatrave.
Anita, pyesim njerë stresin, si është në gjeografi, si e ka emrin lumi? E nga I goditje nga brinjët. Da shkretë më. Na përshëndeti një shofer, besoj mund tjetë ai motorist. Po Sumi, nuk e njoh Sumin ti? Jo, nuk e njoh. Nuk e njoh Sumin, se ke bëj gjeografi, e? Jo, për që na duhet geografia në? E nuk po them të mësosh Nilin, Apo po fare? të pak të lumejnë e Shqipërisë. Jo, ma për që e duhem? Moj ka solle ku na mblodhe I tha. Na ju në punë, s'na ju në punë. Unë po jap gojës shumë po, kur të fiken kamerat. Ai shkopi kamerës do filloj na kokorja nga helmeta. Mos e besoni. Se esh helmetën sot, do flo me helmet në darkë. Mos e besoni. Se bën ka stile do të më gacmoj mua. Do të gacmoj ty, ja të thonë komentuesit. Kë besoj më shumë, mua apo ty? Mua? Po s'bet fjallë, seksi dobët I thaj gjithmonë. Për që? Për shto gjë, femra mbrojt sot. Ri se I ke lexuar komentet? S'ke pas stresin, s'ke ku vete. Stresi, po mirë që pim kafene, po e di që ka vajtur ora 2:10. Që do të? Po shikoj ca lokale unë këtej për të ngrënë. Ke uri? Po sikur po më gacmon prap. Po Po vlla, këtej rruga po ndej. Jo, s'ka gjë se ka të ndërpre. Apo të ra telefoni. Ku jemi këtu? Ku jemi këtu, midis Beratit e Çorovodës. S'ka asnjë tabelë së një gjë. Çorovoda është qendra e Krajinës. Qyteti ose qyteza më saktë, se nuk është qytet, qytez do thosha. E Skraparit. Ja, pas ka e linjë, se mendova se s'kishte fugon. Po, ti kishim marrë numrin se varet ku ndalon ti ku do zbresësh. Kjo nuk ka nevoj për koment, po duket që është rruga e vjetër. Thjesht është asfaltuar me kohën. Nuk është se është ndonjë nga rrugët e reja. Janë tipike ato rrugët e kohës së komunizmit. Ja dhe fshatrat. Ama e shikon këta fshatrat dhe kjo rruga sikur ka ngelur qik mbrapa në kohë, ka ngelur pak mbrapa. Stresi? Po. Tha se mu shkëpute. Vërtop. Më ka zënë stresi nga stresi sot. Pse të shpate ti? Po thash mos nuk më dëgjoje. Ti ishe mirë. Ta kalojmë këtë se herë ndalon kjo herë ecëm. Po bëre mirë. Dhe unë them stresi ta bëjmë videot në YouTube, t'i edhim Berat Çorovod dhe Çorovod Kulcyr, si me ndonë?
s'është keq. S'është ide keqe. Shumë bukur duket. Mos shiko se shikoj unë për ty. Di, një avaz gjithmonë, mos shiko ti, shikoj unë. Shikoj unë për ty. Si që është bërë autostrada, ore vlla, ndej, Nuk ishte vlla, ishte motor. Jo, e ke gabim vlla, se ishte me timon anglez. Është ajo mania jonë të jemi në mes të rrugës. Dhe okej, mund t'i jesh kur ke fushpamje, po në një kthes që të vinë të del tjetri, se mirë ne që ecim avash për fajt të stresi, po ka dhe të shunat që eci shumë shpejt e del pa pritur në kthes. Pse ecëm avash ti për fajin tim? Ta marrë vesh unë e para pasaj të tjerë dhe të mbrap? Po se po të ecim shpejt do fillosh ulërim ati. Jo mbaje të zbres, jo nuk ecet këshu. Të drejt kam. Stresi të dashur miq, e shikon vete në siklet gjithmonë kur fiken kamerat dhe kur kthehemi për në shtëpi. Po, tregoj edhe këtë pjesë, nuk e tregon. E ka Atë thot, fiksim. gjithmonë thot kur ikim është mirë thot, pastaj kur kthehemi thot me frikë në zemër. Këto rrugë kështu kur fillojnë këto haloret, pishat, bredhat, gjëra janë vërtet të bukura. Ke 3 kthesa të forta. Për ata që u pëlqen ky teren, mund të shikojnë videon e Pukës. Puka ishte shumë rrugë e bukur. Po, Puk Kukës, që kaluam në Fusharzi. Është vërtet magjike. Po, ishte vërtet shumë e bukur. Dhe mua më pëlqen shumë veriu i Shqipërisë. Janë vërtet Alpet shqiptare. Ore pasha, hajde. Përshëndetje, jo se lehu për neve, përshëndetje. Poliçan. Poliçanin s'kisha qenë ndonjëherë. Ky është Poliçani i famshëm që prodhohet ose më saktë. Valla, po çfarë bën ore? Sa më Por janë mirë ta apo s'janë mirë ta? Më shumë trëmbetim mos se kisha mendje. Ore do vrasin ndonjërin ore. Do ja marrin në qafë. Ore si nuk u bindën njerë këta orë. Po. Po se kanë kulturë. Ore për veten e tyre se mund të jetë një kamion, mund të jetë një maune, do vej dhe iki për lesh vetë. Çorovod lart, Poliçan qendër. Siç po thoshin, Poliçani është i njohur për Kalashnikovin shqiptar. Sepse këtu ka qenë uzina e armëve, prodhimi të armëve. Kot nuk u futëm një moment në qendër të kishim para, po Futus. do kemi shumë mos të mbasim kohë. Po kaq duhet jetu se s'ma do mendja. Po besoj kjo është qendra. Kështu që Po është bosh qendra. 3-4 të moshuar aty, pin kafe. s'ka shumë njerëz. Po shati se mi ne që jemi në qytet, jo Pa më... përshëndesim motoristin e ardhshëm. E ne ku vemi? Poliçani mbaroi, lart apo poshtë? Po nuk e di. Gjithë një lart. GPS-i lart na thot, kështu që po marrim lart. Atëherë rruga poshtë vete në Dodovec, Ujzi thot. Ujzi. Këte i vazhdojmë për Çorovod. Tabela ishte mbështetur pas murit se ishte e lodhur më duket. Ka punuar shumë gjatë natës. Ku ta di unë tani, s'di qa të thëmë. S'po flas.
Ma mirë të flasin vetë. Më mirë mos të flas, po të mbaj krahun tim. Mundësisht të bëjmë njësh me këtë llamarinën anësore. Hajde tani, qa tjetë shkruajtur të ndodhi, qa do bëjmë tani? Ka thua këtu? Po qa të bëjmë, e këta që qarkullojnë rrugës, si shikon ti? Kujdes se ke makinë. E pash, është me një karoceli nga mbrapa. Ja, i qetë, normal. Kështu është tani kur nuk e nje zonën këtej që të kishim ndaluar në një vend. Tani kur fillojnë komentuesit që të na sugjerojnë për ku duhet kishim ndaluar, ne do jemi në vend tjetër. Por komentoni për ata që duan ta eksplorojnë dhe mund ta bëjnë këtë rrugë. Si thoni? Është bukur shumë. Po që kisha shumë ko pa dal me motorun. Ha? Po, tani erdhi kujtesa stresit. Deri tani ishte në autobus. Po qa ke, pse më shtyn? Taverna Dafinat. Nuk do ta sugjeroja se si puna e saj që flën në Dafina. Pse orë? Që i themin e... Nëse bëje para gjykus. Stresi, Urdhro, do ve me njëra ti e si e shkon. mund të ndaloj edhe mund të ikësh. Si thua ti? Jo, unë them si qemi motor të futemi të Jo, kajura aty. jo. Pse, ta provojmë njën? Jo, unë do rikëthu. Do zbres. Më beso me këto roba që kemi? As ti asu s'kemi shpëtim por am aty. Ore në uj? Po. Të pengoj? Urdhëro? Të pengoj them të bezdis tu. Po... Tani s'ti njeri varfër si të përgjigjet se... Po të filloj të përgjigjem me drejtën e Zotit, do filloj të më qëllosh të abrinjët. Po mos të përgjigjem, do filloj të më thuash pëse më gënjen. Le mos fol fare më mirë. Ja, e shikon, kjo është, që mos pyet ti, jo mos flasun. Okej. Tani, të gjitha ata meshkuj që më kuptojnë, ata që janë motorista për udhëtime, se motorista sot mund jetë të gjithë, po e kam fjallën për ata që bëjnë udhëtime me streset e tyre, besoj më kuptojnë, vetëm ata ma qajnë hallin. Po. Shumë bukur poshtë, Po. Edhe rruga që nga goxha mirë tu. E gjërë, ka, nuk është ngusht. Të dashur miq, po e them me gjithë zemër, më thënë që qofse liria do kishte një fjalë, ja kjo është liria. Kjo është natyra. Nuk po flas për vete, po flas për ata që udhtojnë pas stresit, se liria me stres nuk e di sa shkon. Stresi s'po flet, kush e di se si po i kërcet dhëmët nga brenda helmetës. Fare, zero. Zero, Po fare. Okej. Do më gjithë si punë atyre filmave të Jackie Chan që e shikoje në film bënda ato rrotulllamet, ato hedhjet nga lartësina, çdo që bukur, pastaj kur dilnin titrat që jep të filmimet që kishin ndodhur, jo thyer këma, jo thyer dora. Edhe kur të fiket kamera,
Mos e besoni. Po tani ata që janë në stres më kuptojnë, mos është nevoja të më besojnë. Sepse vërtet. Nuk është e vërtet. Më duket se kanali Alp 2 Adventure përveç udhëtimeve dhe natyrës shqiptare ka filluar dhe një luftë e brendshme midis gjinive. Po unë çfarë pata të di që ta tregova të vitit. Ç'mu desh mua. Po tani gjithë të rrugë, gjithë të kthesa, si do t'i kalojmë ne? Ç'mu desh mua. E bukur që nga shumë si rrugë. Është fiks ajo rruga për stresin, me motor, asfalt, nuk është autostradë që të mërzitet. Ama po iku asfalti, Është problem. stresi bëhet stres më vete pastaj. Po nuk janë rrugë për mua ato. Është stresi? Nuk janë rrugë për mua. Stresi, po bëjnë një subscribe po kur të mundesh. Patjetër, like, direkt, E bëre lajkun? po. Subscribe, Dashur miq, stresi e bëri like dhe subscribe, kështu që mos hezitoni dhe ju, se e ndihmoni shumë kanalin. Duhet ta kuptoni këtë që sa më shumë like dhe subscribe, aq më shumë e promovon YouTube videon ton. Ky kanal filloi si... Ta po flingjumë aty, janë shtrirë, se kapi kamera, po mas e ka kapu stresi. Në atë gjën e gjatë. se do interpretohet Se unë me këto bajse që kanë veshur, me zi lëviz kokën. andi pas ka rrugë tjetër. Është nga ato rrugët që pëlqen ti, ha? Kush? Ajo rruga josh është rruga. Ajo ma tanë. Po, Ma tanë lumit, mendova se ishte edhe një ajo aty, si monopat. jo, s'është për mua ja. Se di ku vetë ajo. Andaj po them. Po që është e asfaltuar, e? Po. Po këti unë zi fare ko. I saf, erdi stresi në qytet. Po nuk besi se është nga mua. Nuk më do mëndja, si me ndoni ju. Mua më lejohet komentoj apo? Jo. Oke. Jo, e kisha fjalën komentoj me shkrim, pa me gojë s'më dalon dot. Buzuqi. Interesant. Buzuqi. Ja, pse do t'i ikësh në Greqi ti të vesh në buzuk? E ke buzuqin këtu. Po këtu qa do kërkoj unë apo? Po si ti, ata këngëtarët grek, mos vine këndoj këtu, në një Andoni Zeremos, qa janë ata. Ja, ishte edhe një Pilot. pilot këtej. I vallaj pilot. Qorovot. Vërzhezh, andej, Qorovot këtej. Sigur u bë rruga më e rregull këtej, me sakt. Po, është ka goxha hapësirë. Edhe është e gjerë. S'është e ngushtë. Shumë bukur është. Sa fshatë ishte ky apo s'kishim tabel? Se dim. Apo ja ku që nga tabela. Ja dhe osumi. Stresi po filmon ti? Po. Atere, Munushtir. Tabela thot Munushtir.
Ore se ku bë rruga më e saktë, është rrugë e re kjo duket. Ajo duhet jetë Çorovoda atje, shikon, pallatet. Po, shikoj. Po 6 minuta na thotë GPS-i, kështu që të dashur miq arritëm. Tani unë them të handojnë diçka këtu, si thua, po gjetëm. Ose Po zgjete në këlqyr pastaj. Si mendon? po qa thua, ku të vete shpirti der në kulcyr me këtë uri që ka unë. Kjo Çorovoda. Rruga shumë e mirë që në ka. Po mirë se u afruam në qytet, prandaj edhe kuptohet. Shumë pastër zilte. Rregull. Ku do vemi tani? Se kam ide, Ideja është të hanim në një gjë tradicionale, si thua ti. po nuk e di ka, s'ka. Ma po më duken si të gjitha mbyllur, po qa bet? Po kjo një, Tani mirë është të ndalojmë diku. A pjesim njerë të zotrin këtu, apo? jo, vik. Po sa frikë nga njerëzit, më qke? Na njerëzit kanë frikë. Po tani të vish në Çorovodë, mos tash në një gjë? Ja, Ku do vemi këtë tani? Shkon këtë sa bukur. Bar, restoran. Unë them të dali qa të dali. Hajde po ndalojmë këtu për qef, si thua. Ta ndo një gjë këtu. unë jam me mendimit. Apo do t'i ikim rrugës. Po mirë, kështu mendoj. Unë po e fik të kamerën. Po do i fik dhe unë kamera tani. Tani si thua, do të bëjmë dhe një intervistë kështu të printe se ne jedhim videot në YouTube. Përse, për shembull? Për Çorovodën këtu, për vendin. Se ti e vendosur, ty gjetëm tani. Televiziona i kështu çat. Jo, ne kemi kanal tonë, e bëjmë për qejf, nuk ka lidhje fare. Ta bëjmë mos e zbë. Kemi ata me emër Lame. Kam qenë me kreshnik shqipi paralel, domethënë ata ishin Ah, gjimnas. jemi nikun ti. Edhe kemi pas shoqërie me shumë me këta futbollistët, kemi pas shoqëri shumë në atë kohë. Me Leni Belin e kam pas në klasë, basketbollistën. Nuk e di a e keni njohur, kanë qenë kapiten e ekipit kombëtar. Unë babain tim e kam pas mundus, sportist. Pa, tjetër, Pavlo Kisin, ka qenë 5 vjet kampion notit në Delfin. E filloj. Gjatë bisedës. Jo, më vjen keq. Atëre të dashur miq, pasi bëm një ndales këtu në qytetin e se nuk është qytet. Në Çorovodë, në Skrapar, në Çorovodë. Në Skrapar, në Çorovodë. Takuam dhe zotin Vladimir Nanushi. Vladimir Nanushi. Po. E pyetëm, i morëm leje njerë për intervistën, se ne kemi bërë pak si mod tani në video tona, okay. Ku ndalojmë në për vendet e ndryshme të Shqipërisë. Shumë mirë. Tani kur thejmë vendet e ndryshme, këto vendet e vogla që edhe nuk Të kanë shumë kuptoj, qarkullim. që nuk, po. Tani do na thuash ndonjë gjë për Çorovodën, qetësi sot ditë e diel. Me thënë drejtën, është vend i qetë, vend i mirë, me ajër të pasë, me shumë gjëra. Por si në çdo vend, këtu kanë emigruar shumë njerëz. Kanë ikë. Po, kjo është Qyteti i Çorovodës në vitin 90
91 ka qenë gati 12-13.000 banor, sot është një numër 2.000, 3.000, mund t'jetë i regjistruar, por që nuk banojnë. Po flasim gjysma, apo po flasim 1/6? 1/6 e popullsisë ka ngelur. Po. Po. Një ndikim negativ ka dhe rruga që ky është një vend që vinë shumë të huaj, shumë krahas të huaj vinë edhe në Tirana, në Vlora, në Andej, kanë qef që të venë për vendet, të vazhdojnë rrugën, të lidhen me Përmetin, me Korçën. Është e pamundur, është nisur dhe janë lënë në mes të rrugët. Kjo ka krijuar një problem shumë të madh. Po rruga që është bërë nga Berati në Përmet. Jo, ajo është në Berat, kalon Andej. Kalon po, është tjetër rrugë. Edhe këtu u nis për Berat, ka ngelur disa. Ka ngelur pezull, domethënë. Ka ngelur pezull. Për Korçën, më fal, për Korçën, kur ishte tapi që bëri Gajsjellsi, u operua dhe punuan shumë mirë për 4 kilometra, nuk e kanë ndërtuar 4 kilometra, nuk është lidhur me Korçën. 4 kilometra për 4 kilometra nga ngelur pa u lidhur me Korçën, gjë që i ka krijuar problemin edhe të huajve, se në rast se do ishin këto lidhjet me Përmetin, me Korçën, këtu do kishe një frymarrje shumë të madhe. Një gjallëri, sepse janë kanionet. Të them vërtet këtu që të rish tani, sidomos në verë, besoj, ku është një magji me këtë freskinë e ujit. Me freskinë e ujit, nuk e di, vetëm këto janë problemet, rruga. Vinë shumë njerëz, kur mendojnë që do kthehen tonë rruga, lëmë për dëshiruar. Premtime ka plot. Premtime ka për rrugën, do bëjmë sot, do bëjmë nesër. Si gjithmonë, jemi sonë e shqiptarët me premtime. Okej. Tani, ne jemi nisur, doni të bëni një, me thënë, nisim nga Vlora, vajtëm në Berat, nga Berati, me thënë, Çorovod, e nga Çorovoda tani jemi për Këlcyr, që doni të bëni një, me thënë, i bje për Përmet, po ne aty diku në Alipostivan, me thënë, ku është e rruga. Po, kalon Alipostivanin, do vesh ati e pa vajtur në Përmet, është një rrugë që kthehesh direkt për në Këlcyr. Tani, të të pyesim, si është rruga që këtu deri në dera tjetër rruga? Qa makine? Jo, jemi motor, ne nuk e me motor. Me motori do vini, është diçka që, po me motor shkohet, prap. Jo, e kam fjallën në asfalt, apo ka dhe... Jo, deri në gjysmën e rrugës është asfalt. Pastaj... Pra te po bëjmë fjallë neve që nuk po... Që ka ngelur. Të dashur miq, filloi stresi. Mos u mërzit, motrase. Mos u mërzit tani, jeta këto ka. Këtë po diskutojmë ne, ka vajtur deri në gjysmën e rrugës. Po kështu është e kalueshme apo i bie që të kthehemi mbrapa? Apo varet nga aftësitë e motoristit? Me motor do shkoni, shkoni. Një çik ka ca probleme në ca vende, po do shkoni pak. E disa kilometrash, ja 5 kilometra që rrugë që është kështu. Jo, 50, pasandaj sa të dili deni që të shikoni Alipostivanin, pastaj kalon normal. Shiko, ne kemi qenë Alipostivan, më duket vjet diçka e tillë para një viti e ca, edhe ishte rruga çakull, nuk ishte e shtruar, apo shtruar tani? Jo, me çakull. Me çakull. E kuptojmë. Tani na pyete për nga jemi, tham nga Vlora dhe fillove ca nostalgji. Po, pa diskutim, kemi kaluar një jetë. Kemi kaluar një jetë mirë në shkollën tregtare, ka qenë një ndër shkollat më të mirë në Republikë, si shkollë me traditë. Në atë vit që kemi vajtur në 74, ka bërë 50 vjetorin e shkollës tregtare. Zotria flet për 74-ën. Për 74-ën. Po sa jeti, më duket sa, një 27-28 vjeç sot? Të lutemi. Faleminderit që më të haj. Në 59 ata lindja, 67 vjeç. Bëjnë edhe një shaka, pa diskutim. Pa diskutim. Që një shkollë model, një shkollë që kanë nxjerrë një sër kuadrosh, si ati sistemi që kanë nxjerrë shumë kuadro dhe këtij sistemi, kanë nxjerrë me informime dhe me një shumë. Kur mbaroi shkollën tregtare, kishim një profesor, një Dionis Çili. Tani të ka ndërru jetë se mosha ati ishte pensionist. Po të kalon të ai të vinte, do të thoshe që kishe fituar vlerë. Kishim edhe pedagog shumë të mirë, profesor shumë të mirë. Dhe më thuaj disa emra sepse mi the dhe se të gjova një emër. Kemi pasur, për shumë... Ke qenë me thënë në Brez, me Blonjat. Me Blonjat, për shumë kemi qenë me... Kreshnik Qipin. Kreshniku ka qenë në gjimnaz, po paralel që kishim shoqëri. Zonja ka dalë dhe po thëret. Kemi pas shumë profesor, shumë të nderuar dhe njerëz
Kështu edhe ne kemi kaluar bënim praktikën në shumë ndërmarrje Dhe të këto Vlorës. kuptojmë se sa e vogël është Shqipëria. Kështu. Tani unë uroj na këta emra që ti përmende, mase shikojnë videon një moment, dhe pse jo të bindë ata një udhtim, të takojnë miqtë e vjetër, Pa diskutim, me që respekt robota i pret. i pret. Si kalove? Ta morën pak borxh, ja shpjeguam, do ta shpjegoj zotëria, ka justifikim, mos ki merak e ke në duar të sigurta. Se dhe ndryshim. Nuk është se jemi televizion, jemi thjesht S'ka problem. kanal në YouTube për qejf. Kanarë plot televizore, plot intervista, Po. pambër me gjithë Si këta. bati, Ule Po këtu të dhe do simpati e... këtu, edhe pilapat një këtu. Shumë faleminderit. O, mira bëu në Irani këtyre miqve të mi. Irani, Lëngthane. shurup thane. Lëngthane, po pa tjetër ne ato duam, ne pastaj të pyetëm çfarë kanë ndonjë gjë të vendit. Bëu dy Iranit, mira Shumë faleminderit. u bëft mirë. Faleminderit, mirë se ju gjetëm. Zonja apo jo? Po, zonja është mësuese. Ajo që nga e madhe. Jo, Se po Irani. ufton u ik dhe shia pastaj. Mirë, më beson, nuk do ju shajm. Jo, jam i se mund për plonjatën, kam respekt, jam rritur, prandaj Nuk e me Bëj Prandaj të thash. Jo, bëj shaka. Atëherë, shumë faleminderit për intervistën, se edhe të mos të lodhi. Jo, rofshi edhe ju të hani buk. Rofshi, Gëzohem. ja këtu. Ti je mirë, ne po vazhdojmë. Vazhdoni hani buk.